Tensione të forta janë regjistruar këtë të shtunë në zonën e Riyadhit, ku protesta e përditshme e banorëve kundër ndërtimit të një resorti turistik ka marrë një tjetër të ashpër, që në orët e para të mëngjesit situata ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa demonstruesit janë përplasur me forcat e sigurisë dhe kanë dëmtuar pajisjet e kompanisë që po kryejnë punimet. Në shenjë kundërshtimi, protestuesit kanë thyer xhamat eskavatorëve dhe automjeteve të tjera të firmës ndërtuese, si dhe të mjeteve të policisë private që ruanin kantierin. Në disa momente pati edhe përleshje fizike, duke rritur ndjeshëm tensionin mes palëve. Numri protestuesve ishte më i madh se në ditët e tjera, pasi në mbështetje të banorëve u bashkuan edhe qytetarë nga zona të ndryshme të vendit. Ndërkohë, prania e forcave të rendit ishte më e kufizuar krahasuar me tubimet e mëparshme për shkak të angazhimeve të policisë në protesta të tjera në Tiranë. Banorët prej 26 ditësh dalin çdo ditë në protestë duke kërkuar ndalimin e projektit dhe njohjen e pronësisë së tokave. Sipas tyre, biznesmeni Bashkim Ulaj ka përfituar tokat përmes dokumenteve të falsifikuara. Ata theksojnë se 10 protestues janë shoqëruar në komisariat gjatë këtyre ditëve, ndërsa paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen nga kundërshtimi. Ndërkohë, një nga familjet e zonës ka arritur të fitojë çështjen në gjykatën e apelit, duke siguruar njëjtje ligjore të pronës së saj, fakti që sipas banorëve forcon pretendimin e tyre për padrejtësi dhe abuzime me tokat. Protestat pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim, teksa palët mbeten në qëndrime të kundërta.